تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Thot Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab, Allahu më shiroft, dije të më shiroft Allahu se çdo musliman dhe muslimane e ka për detyrë të mësoj këto tri çështje dhe të punoj sipas tyre. Çështja e parë është se Allahu na ka krijuar, na ka furnizuar dhe nuk na ka lënë së koti, por na ka dërguar një të dërguar, dhe kush i bindet atij do të hyjë në xhennet, e kush i kundërvihet atij do të hyjë në zjarr. Argument është fjala e të lartësuarit: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Ne me të vërtetë ju kemi sjell një të dërguar dëshmitar mbi ju, ashtu siç ja quam një të dërguar faraonit, por faraoni nuk ju bim të dërguarit, andaj i quam dënim të rëndë. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، بدأ رحمه الله تعالى بعد ذكره المسائل الأربع ذكر هذه المسائل الثلاث، وكما قلنا هذا التعداد إنما هو لحصر المسائل والعلوم وتبيينها وتوضيحها. Në vazhdim, pra siç tham, pasi i përmendi autori rahimahullah katër çështjet në fillim, tani vazhdon të përmend tri çështje të tjera, dhe siç tham edhe në fillim, ky numërimi, do të them, nuk është për kufizimin e çështjeve, por është për grumbullimin e diturisë dhe renditjen sistemimin e diturisë. وبدأ بقوله: اعلم رحمك الله. وهذا كله يؤكد أيضا على أن أهل التوحيد وأهل السنة ومنهم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب من أكثر الناس حرصا على هداية الناس ورحمتهم أو رحمة الله بهم. Pra në fillim, ose në vazhdim të kësaj, në pjesën tjetër thotë, në fillim, dije të mëshiroft Allahu. Dhe kjo vazhdimisht të tregon kujdesin e autorit dhe argumenton se njerëz të tauhidit dhe njerëz të sunetit, për cilëve është edhe autori Muhammad ibn Abdul Wahab, janë njerëz më të kujdesshëm dhe që kanë dëshirën më të madhe për udhëzimin e njerëzimit dhe për mëshirën e Allahut për njerëzit. المسألة الأولى التي يجب العلم والعمل بها. Çështja e parë që ka përmendur, do të thënë, për të cilën është obligim të mësohet dhe të veprohet sipas saj. وهي في بيان الغاية من خلق الإنس والجن، وأن الله عز وجل ما خلقنا ورزقنا إلا لتوحيده وطاعته. Pra kjo çështja e parë është për ta treguar qëllimin pse Allahu I ka krijuar njerëzit dhe xhinët. Dhe ka thënë, çështja e parë, do të thonë, që ta dinë njeriu se Allahu nuk na ka krijuar për asgjë përveç se, do të thonë, nuk e ka krijuar njerëzit dhe xhinët vetëm se që ta adhurojnë Allahun. فبين أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا، وهذا فيه بيان الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الله عز وجل بالألوهية، وهذه هي العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاث. أن الله عز وجل يأتي في القرآن كثيرا يستدل بربوبيته وأنه خلق السماوات والأرض، أما الواجب على العباد أن يفردوه بالعبادة. Ka përmendur këtu se Allahu na ka krijuar, na ka furnizuar. Dhe ky është nga lloji që
shpjegojmë vazhdimisht, do të thonë, argumentim me tauhid rububie për tauhid al-uluhie. Do të thonë, argumentim për veçimin e Allahut në zotërim, që tjetë argument për obligueshmërinë që njeriu ta veçojë Allahun me adhurim. Edhe këtë gjejmë shumë në Kur'an. Do të thënë, kjo është lidhja mes llojeve të tauhidit. Pra, kjo është lidhja mes llojeve të tauhidit, të cilën e gjejmë në librin e Allahut, në ajetet shumta, ku Allahu tregon për krijimin e krijesave dhe furnizimin e kështu me radhë. Do të thonë që të jetë mësim për robërit se duhet ta veçojnë vetëm Allahun me adhurim. وهذا الذي يسمى العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاث. أقسام التوحيد الثلاث معروفة، وهي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Pra llojet e tauhidit, tre ose pjesë e tauhidit në të cilat ndahet tauhidi janë tri që janë të njohura për ju, është tauhidi ose veçimi i Allahut në zotërimin e tij, tauhidur rububiyya, veçimi i Allahut me adhurim, që është tauhidul uluhiyya, dhe tauhidi ose veçimi i Allahut në emrat dhe cilësitë e tij, tauhidul asma'i was sifat. ومن باب التقريب لو وضعت توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في دائرة، ثم ضع في الدائرة الأخرى توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، فمن أقر بالدائرة الأولى وهو إقراره أن الله هو الخالق والرازق والمدبر وأن له الأسماء الحسنى، فإنه يلزمه أن يقر بالدائرة الثانية وهو إفراد الله بالألوهية والعبادة. ومن أقر بالدائرة الثانية أن الله هو المستحق للعبادة، فإنه في الأصل مقر بالدائرة الأولى، علاقة تضمن. فإذا من الدائرة الأولى إلى الثانية علاقة التزام، يلزم عليه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. إذا علمت أن الله هو الخالق يلزم أن تعبده وتفرده بالعبادة. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الذي له الأسماء الحسنى هو المستحق للعبادة. ومن أقر أن الله هو الرب وعبده وأفرده بالتوحيد فمعناه أنه مقر بأسمائه وصفاته وبربوبيته في الجملة. Që ta kuptojmë lidhjen mes këtyre tre llojeve të tauhidit, sepse ato nuk janë ndarje, domethënë që t'i llogarisim si pjesë të pavarura të tauhidit, por janë të lidhura mes veti. Dhe që ta kuptojmë këtë lidhje, merr shehu një ilustrim. Domethënë nëse vizatojmë një rreth për tauhid ar-rububiyya dhe një rreth tjetër për tauhidul uluhiyya, domethënë ta ilustrojmë në drazë zezë. Pra tregojmë se ai i cili pranon se Allahu është krijuesi dhe furnizuesi i vetëm, domethënë detyrimisht duhet pranojë që nuk lejohet ta adhurojë askënd përveç Allahut. Domethënë kësaj thuhet lidhje detyrimi. Domethënë pranimi i rububiyes detyrimisht kërkon që njeriu ta pranojë dhe ta zbatojë uluhiyën, domethënë që ta veçojë Allahun me adhurim. Dhe e kundërta ai njeri që e veçon Allahun me adhurim dhe është i bindur dhe pranon se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut, domethënë e përfshin në këtë, domethënë që beson në rububi, veçimin e Allahut në zotërim. Domethënë kësaj mund ta përkthejmë si lidhje përfshirëse. Domethënë lidhje detyrimore, domethënë ai që beson në rububiyye detyrimisht duhet ta zbatojë tauhidul uluhiyya. Dhe ai që e pranon tauhidul uluhiyya në mënyrë përfshirëse e përfshin vetvete besimin në rububiyye, edhe emrat dhe cilësitë e Allahut. Domethënë siç është ajetet, Allahu ka urdhëruar ja ayyuhan nasu ubudu rabbakum, domethënë o njerëz adhuroni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar ju dhe i ka krijuar ata para jush. Dhe në ajetin tjetër
Arbabu mutafarriqun khairun am Allahu al-wahid al-qahhar. Do thot, a ka këta të adhuruarit të tjerë janë ose të adhuruarit e lloj-llojshëm janë më të mirë apo Allahu i vetmi i gjithëpushtetshëm. Do të thënë, përmendja e emrave dhe cilësive të Allahut thot detyrimisht bën që njeriu të veçojë Allahun në adhurim. Dhe veçimi i Allahut në adhurim përfshin vetvete besimin në veçimin e Allahut zotrim dhe veçimin në emrat dhe cilësitë e tij. قال ولم يتركنا هملا أي سدى بلا أمر ولا نهي ولا غاية للخلق. وهذا كقوله تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى. يترك سدى هنا قيل أنه لا يحاسب، يظن أنه لا يحاسب أو أنه يترك بلا أمر ولا نهي، بل الله عز وجل خلق العباد لغاية كما ذكرنا. Pra në vazhdim, thot autori, Allahu na ka krijuar, na ka furnizuar dhe nuk na ka lënë kot. Dhe kjo do të thonë se njeriu nuk është i krijuar për pa qëllim, nuk është i krijuar pa qëllim. Ka një qëllim të caktuar. Dhe Allahu ka thonë, a mendon njeriu se do të lihet i kot? Do thotë në tefsirin e këtij ajeti, kuptimi është se do të lihet i kot, do të thonë, a mendon se nuk do të merret në llogari në ditën e gjykimit. Pra patjetër njeriu do të llogaritet për veprat në këtë jetë, ose është për qëllim, a mendon se njeriu do të lihet i kot dhe nuk do t'i dërgohen atij urdhra dhe ndalime. Do të thonë patjetër se njeriu nuk është, pra njeriu është i krijuar me qëllim të caktuar. قال بل أرسل إلينا رسولا فما من أمة إلا أرسل الله عز وجل إليهم الرسول. قالت سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بماذا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دعوة إلى التوحيد وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Por na ka dërguar një të dërguar. Do të thonë, secilit popull Allahu i ka dërguar pejgamber. Si ka thënë Allahu, nuk ka kaluar në një popull përveç se në të ka pasur një pejgamber. Edhe gjithashtu ka thënë Allahu, në secilin popull kemi dërguar nga një të dërguar që të thotë, adhuroni Allahun dhe largohuni tagutit. Do të thonë, ky është qëllimi i dërgimit të pejgamberëve. فالرسول الذي يرسله الله عز وجل فإنه يأتي بوحي الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا يجب طاعته فيما أمر واتباع شرعه. وقد ورد الأمر بطاعة الرسول مع طاعة الله سبحانه وتعالى في القرآن في أكثر من 30 موضعا كما قاله الإمام أحمد، وطاعة الرسول من طاعة الله. Secili pejgamber që vjen dhe flet me shpallje nga Allahu, dhe për këtë shkak bindja ndaj pejgamberit është bindje ndaj Allahut të lartësuar. Dhe nga kjo, do të thonë, e shohim se në librin e Allahut është përmendur bindja ndaj Allahut dhe bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në më shumë se 30 vende, 30 ajete, si ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah. Pra bindja ndaj të dërguarit është bindja ndaj Allahut që e ka dërguar atë të dërguar. بل علامة محبة الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dhe argument për dashurinë ndaj Allahut është bindja dhe ndjekja e të dërguarit Allahut. Si ka thënë Allahu, thuaj nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që t'ju doj Allahu dhe t'ju afal gjunahet. والذي يتبع القرآن حقا يجب عليه اتباع السنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ai i cili e ndjek me të vërtetë Kur'anin, patjetër duhet ta ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si ka thënë Allahu, çka t'ju japë i dërguari merrni dhe çka t'ju ndaloj ai, largohuni prej saj. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال للمرأة التي سألت عن حكم النمص نتف شعر الحاجبين وأنه غير موجود في القرآن، فقال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت أين؟ قال في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ka ardhur një grua te Abdullah ibn Mesud dhe ka pyetur për shkuljen e vetullave.
për heqjen e vetullave dhe pasi ai ka thënë se e ka ndaluar Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunet, ajo ka thënë unë kam lexuar Kur'anin dhe nuk kam gjetur që ndalohet heqja e vetullave. Ka thënë sikur ta kishe lexuar Kur'anin mirë, do ta kishe gjetur. Ajo ka thënë ku është kjo ndalesë? Ka thënë te fjala e Allahut, çka ju jep pejgamberi merrni dhe atë që ju ndalon largohuni. وبين أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وهذا كثير في قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أو في الآية الأخرى فقد فاز فوزا عظيما. وطاعة الله ورسوله من أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. Dhe ka sqaruar se kush I bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të hyjë në xhennet dhe kush I kundërvihet atij do të hyjë në zjarr. Edhe kjo është në ajete të shumta. Ka thënë Allahu, kush I bindet të dërguarit I është bindur Allahut. Dhe ka thënë ai që I bindet Allahut dhe të dërguarit të tij ka fituar fitore madhështore. Dhe në ajetet shumta që tregojnë se bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të thotë bindje ndaj Allahut. ثم ذكر الدليل على ذلك إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا بمعنى أنكم إن عصيتم الرسول فإنه سيحل بكم ما حل بقوم فرعون لأنهم أيضا عصوا رسول الله. Pas kësaj autori ka përmendur argumentin. Është fjala e Allahut, ne me të vërtetë ju kemi sjellë një të dërguar, dëshmitar mbi ju, ashtu siç ja çuam një të dërguar faraonit. Dhe këtu në këtë ajet sqarohet cili është përfundimi I kundërshtimit të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë, pra pasi tregohet që pasi faraoni dhe populli I tij e kundërshtuan të dërguarin që u erdhi atyre dhe u erdhi, do të thonë për këtë shkak u erdhi dënimi I rand, do të thonë se kush e kundërshton të dërguarin që u ka dërguar Allahu, dhe ky është përfundimi I tyre. الثانية قال رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Mëtej thot, çështja e dytë është se Allahu nuk pajtohet që atij t'i bëhet shirk, duke barazuar dikë me të në adhurim. As qoftë ai ndonjë engjëll I afërt e as ndonjë profet I dërguar. Argumenti është fjala e Allahut I lartësuar, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Xhamit janë vetëm për Allahun, prandaj përveç Allahut mos ju lutni askujt. المسألة الثانية هي بيان خطورة الشرك وأنه أظلم الظلم وأنه أكبر السيئات وأن الله لا يرضى به أبدا مهما كان مقام هذا المشرك به ملك مقرب أو نبي مرسل إن الله لا يرضاه. Pra, çështja e dytë është në sqarimin e rrezikut të shirkut. Dhe tregohet, domethënë që tregohet se shirku është padrejtësia më e madhe dhe se Allahu nuk pajtohet me shirkun asnjëherë dhe nuk është I kënaqur që t'i bëhet atij shirk në asnjë formë. Pa marrë parasysh kush është ai me të cilin bëhet shirk, domethënë kush është ai që barazohet me Allahun, qoftë ai prej melajkeve të afruar ose prej pejgamberëve të dërguar, asnjë lloj I shirkut nuk është I pranuar te Allahu. ثم ذكر الآية وأيضا هذا فيه بيان أن الأمر بالدليل وأن شعار أهل السنة هو اتباع الدليل. قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي أن مواضع العبادة بل جميع العبادات لا تكون إلا لله عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه نكرة تدل على العموم أي لا تدعو مع الله أي أحد كائنا من كان أو كان أفضل الملائكة وهو جبريل أو أفضل الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم.
Pastaj ka thënë argument është fjala e të lartësuarit dhe kjo edhe një herë ripërsërit e përforcon se rruga e Ahlus-Sunna wal Jamaa dhe simboli I tyre ose shenja dalluese e Ahlus-Sunnetit është që gjithmonë flasin me argument. Dhe ka përmendur se argument për këtë që u tha, për mos pranimin e shirkut, është kjo fjala e Allahut ku thot xhamit janë vetëm për Allahun, do të thonë vendet e adhurimit, që do të thonë secili lloj I adhurimit I bëhet vetëm Allahut. Prandaj, përveç Allahut mos ju lutni askujt. Dhe askujt do të thonë absolutisht gjithëpërfshirëse për këtë qoftë tjetër përveç se për Allahun subhanahu wa taala. E pa marrë parasysh është edhe më I vlefshmi me lajkeve, që është Gjibrili alayhi salam, ose më I vlefshmi prej pejgamberëve, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë askujt nuk lejohet të drejtohet asnjë lloj adhurimit. فلا تدعوا هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء العبادة أي جميع العبادات من الصلاة والصيام هذه يجب إفراد الله بها. ودعاء المسألة هو سؤالك لله والطلب من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا إذا سألت فاسأل الله. Mos ju lutni, do më thonë e përfshin lutjen e kërkesës dhe gjithashtu lutjen e adhurimit. Do më thonë lutja adhurimit që do thot çdo formë e adhurimit në realitet është lutje. Edhe kjo nuk lejohet për askën përveç se për Allahun. Edhe lutja e kërkesës është gjithashtu që I drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Do thot si ka thënë Allahu subhanahu wa taala kur të pyetin fatet një laje dhe të dhekërta në fidua al-masala hadithi do thot në hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur të lutesh për të kërkuar do të thënë kur të kërkosh kërko vetëm nga Allahu. نعم. المسألة الثالثة dhe çështja e tretë قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. E treta, ai I cili bindet të dërguarit dhe veçon me adhurim Allahun, nuk e ka të lejuar të miqësohet me një njeri që I kundërvihet Allahut dhe të dërguarit të tij, qoftë ai edhe më I afërt I të afërmve. Argument është fjala e ajeti I kuptimit të cilit është nuk gjen njerëz që besojnë në Allahun dhe në ditën e fundit, që të ushqejnë dashuri ndaj atyre, të cilët e kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, edhe në qofshin ata etrit e tyre, ose bijtë e tyre, ose vëllezërit e tyre, ose farefisi I tyre. Allahu ka skalitur besimin në zemrat e tyre dhe I ka fuqizuar ata me shpalljen e vet. Ai do t'i fusë ata në xhenete në për të cilat rrjedhin lumenj e ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Allahu është I kënaqur me ata, por edhe ata do të jenë të kënaqur me të. Ata janë pala e Allahut dhe vërtet që pala e Allahut janë të shpëtuarit. المسألة الثالثة في أصل من أصول الإيمان واجب من الواجبات وهو أصل الولاء والبراء وأن هذا يجب أن يكون لله ولأجل الله سبحانه وتعالى. Çështja e tretë është për një prej bazave të imanit, edhe që është një prej obligimeve kryesore të imanit. Dhe ky është dashuria për hir të Allahut dhe urrejtja për hir të Allahut, ose miqësimi dhe armiqësimi për hir të Allahut. الله سبحانه وتعالى نهى أهل الإيمان أن يوالوا أهل الكفر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
Allahu I lartësuar na ka ndaluar që njerëz të kufrit t'i marrin për miq dhe të dashur. Pra ka thënë Allahu, o ju që keni besuar, mos I merrni armiqtë e mi dhe armiqtë tuaj, thotë për të dashur krahas Allahut. وهذا إبراهيم عليه السلام تبرأ من الشرك ومن أهله قال إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Ibrahimi a.s. u distancua nga shirku dhe nga njerëzit e shirkut. Edhe ka thonë, unë jam I distancuar, I pastër, I largët prej jush dhe prej asaj që adhuroni ju përveç Allahut. والولاء والبراء كما قال ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله. اكتبوا هذه الكلمة. قال ابن عباس Po shkruani këtë fjalë të Abdullah ibn Abbasit për ta kuptuar këtë bazë prej bazave të imanit. Ka thonë ai I cili do për Allahun. من أحب في الله Kush do për Allahun. وأبغض في الله Urren për hir të Allahut. ووالى في الله Miqson për hir të Allahut. وعادى في الله Dhe armiqson për hir të Allahut. فإنما تنال ولاية الله بذلك. Me këta e fiton miqësimin e Allahut. Do të thonë me këta fiton që të jetë prej evlijave të Allahut. ولن يجد عبد طعم الإيمان Dhe nuk ka mundësi që një rob ta shijojë ëmbëlsinë e imanit, وإن كثرت صلاته وصومه edhe nëse bën shumë namaz dhe agjerim, حتى يكون كذلك. përveç nëse e plotson këtë aspekt. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. Se shumica e vllazërimit mes njerëzve ose miqësimit dhe dashurisë mes njerëzve është për çështje të dunjas. وذلك لا يجدي على أهله شيئا. Dhe kjo nuk I bën atyre njerëzve asnjë dobi. وهذا ابن عباس يذكر ذلك في عصره، فكيف بعصرنا هذا؟ أصبح الأمر كله للدنيا. Këtë fjalë ka përmendur Abdullah ibn Abbas në kohën e tij. Do të thonë atëherë si është gjendja dhe situata në kohën tonë. Kohën tonë ku të gjithë njerëzit miqësimin dhe afërsinë e kanë vetëm për dunja. والولاء والبراء بمعنى الموالاة والمعاداة والحب والبغض. Al-wala wal-bara, do të thonë me kuptimin e miqësimit dhe armiqësimit ose dashurisë dhe urrëties. وموالاة الكفار أو أعداء الله تكون على نوعين. Miqësimi me mosbesimtarët ose armiqtë e Allahut është në një prej dy llojeve. إما تولي أو موالاة. أما التولي وهو محبة الكفر وأهل الكفر وأهل الشرك قاصدا ظهور الكفر فهذا من الكفر الأكبر. Ajo që quhet në gjuhën arabe tawalli, që do të thonë miqësim me dashuri dhe për qëllim është dashuria ndaj kufrit, edhe dëshira që të fitojnë njerëz të kufrit dhe të ngadhnjej kufri ose mosbesimtarët. Kjo, do të thonë, është miqësim I mosbesimit dhe është dalje prej Islamit. والنوع الثاني الموالاة. Kurse ومحبتهم لأجل الدنيا من غير إرادة نصرة دينهم على دين الإسلام أو ظهور شعائر الكفر فهذا معصية وليس كفرا. Kurse lloji I dytë është dashuria ose shoqërimi me ta për interesat të dunjas. Do të thënë duke pa pasur në zemrën e njeriu dëshirë dhe dashuri për ngadhnimin e kufrit, por për interesa të dunjas dhe kjo është prej mëkateve, nuk është kufër. وهذا كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وصفهم بالإيمان ولم يخرجهم من اسم الإيمان الكفر مع أنه حصل منهم اتخاذ العدو أولياء. هذا يدل على أنه للدنيا وليس لإرادة نصرة الكفر على الإسلام. Argument për këtë që e tham është fjala e Allahut ku thot o ju që keni besuar, mos I merrni armiqtë e mi dhe armiqtë e juaj për miq. Do thot I është drejtuar këtyre njerëzve me
me cilësinë e imanit. Do të thonë ju që keni besuar, ju besimtar, që do të thonë se shoqërimi dhe miqësimi me mosbesimtarët për ta nuk ka qenë kufër që i kanë nxjerrë nga Islami, që do të thonë se ka qenë miqësim për interesat e dunjas dhe jo për, do të thonë, me dëshirë për ngritjen dhe gabnimin e kufrit. وهذا في رد على الخوارج الذين يجعلون أصل الولاء والبراء كله من باب الكفر الأكبر مخرج من الملة. Ky sqarim është refuzim kundër xhavarixhëve, të cilët nuk bëjnë asnjë dallim te çështja e wala wal bara, edhe quajnë çdo shoqërim ose çdo çdo shoqërim me mosbesimtar të quajnë si kufër. ثم ذكر الآية التي فيها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، فيها بيان حرمة موالاة الكفار على التفصيل الذي ذكرناه، منه ما هو كفر ومنه ما هو كبيرة أو معصية. Pastaj autori ka përmendur këtë ajet të gjatë surës Mujadila, ku thuhet se nuk gjen njerëz që besojnë Allahun dhe në ditën e fundit, që ushqejnë dashuri ndaj atyre të cilët e kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, ku tregohet, do të thënë, ndalimi i miqësimit me mosbesimtarët sipas këtyre detajeve që i sqaruam. Do të thënë që ndonjëherë mund të jetë miqësimi me mosbesimtarët kufër dhe ndonjëherë mund të jetë mëkat. صلي المغرب الله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا. Mirë, mjaftojmë deri te kjo pjesë. Tani ta falim akşamin dhe pas namazit akşamit të vazhdojmë me tutje. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad.